korridorit blu, të dyja këto në investim, dhe metalurgjiku ndodhet në një pozitë sot fantastike për të shndruar në një park industrial. Lidhja me Tiranën, në autostradën e re dhe projektet e reja të investimit, pra të zgjerimit rrugëve dhe bypassit, ajo në drejtim Peqinit dhe Librazhit, e vendosin Elbasanin në epicentër duke shkurtuar ndjeshëm distancën me doganat, aeroportet, portet, çka lehtëson jo vetëm shkëmbimin dhe lëvizjen e mallrave, por edhe aksesin e punojësve, që është shumë faktor i rëndësishëm. Rivitalizimi është në fakt jo vetëm sfidë dhe mision, por interes kombëtar duke e parë në këtë këndvështrim. Ne po punojmë shumë, në bashkëpunim me shumë faktor, aktor, ministri, ekspert për hartimin e një politike të re industriale, e cila parashikon rivitalizimin e industrisë në vendin tonë, dhe patjetër që këtu një rol shumë të rëndësishëm luan rigjenerimi i aseteve të vjetra të fjetura, sot një pjesë industriale si metalurgjiku, i cili pavarësisht, dhe për këtë duhet dhe t'ju falenderojmë shumë fort, që ndonë se gjatë tranzicionit në Shqipëri industria humbi vlerë dhe rëndësi, vazhdoj të prodhoj dhe të krijoj industri. Ne sot po hedhim hapin e parë, konkret, drejt krijimit të një masterplani për rilindjen totale të parkut metalurgjik. Ky masterplan nuk do të përcaktoj vetëm vizionin, apo se si do të duket metalurgjiku në vitin 2030, por do të parashikoj në radhë parë një sër ndërhyrjesh konkrete në infrastrukturë. Patjetër që ndërtimi i një zone të tillë teknologjike dhe industriale ka kosto të mëdha, por parqet industriale luajnë gjithashtu një rol të jashtëzakonshëm dhe të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik të vendit. Pra ato janë një investim me një kthim shumë të lartë. Ato rrisin eksportet, të ardhurat në buxhetin e shtetit dhe numrin e të punësuarve. Për të dhënë një shembull, vetëm gjatë muajit të shkuar ne lançuam Duranën dhe Teta Tiranën, që është pranë kombinatit e Kasharit, e para është pranë Xhavzote, ku përveç gjithë vlerës së shtuar për ekonominë tonë, presim të punësohen mes 10.000 dhe 15.000 personave me kontratët që po i lidhim një pas një me subjektet të cilat po aplikojnë për këto parqe teknologjike dhe zona të tjera ekonomike. Bizneset e mëdha pra, vendase dhe të huaja jo vetëm po afrohen dhe jo vetëm po investohen në Shqipëri, por ato po riformsojnë peizazhin ton ekonomik. Unë nuk dua t'ju marr shumë kohë për t'ia lënë Arbit, që është i apasionuar dhe pas ekranit touch, për ta bërë edhe më të ilustruar dhe më konkrete prezantimin e këtij masterplani. Faleminderit. Faleminderit Blendi.